Live from Tirana në Top Albania Radio. Për së drejti në zemër të Tiranës, aty ku gjithçka sot është e boshatisur, a thu se është 1 janari, por në fakt është dita e punëtorëve 1 maj, historinë së cilës e treguam pak më parë ka nisur në 89 në Francë, një e drejtë, një revolte sindikatave të punëtorëve për më pak orë pune, për më shumë të drejta pune, për më shumë para, por sot njerëzit e bëjnë pushim. Gjithsesi për të folur për këtë, por dhe për probleme të tjera në generalitetet të botës së punësimit, kemi tashmë në studio Arber Xhihani, mirë se vjen në program, ekspert punësimi. Faleminderit. Si është të jesh ekspert punësimi në një vend që dëshira për të punuar, besoj unë, nuk e di, është çdo ditë më pak. Në fakt po bëhet çdo ditë e vështirë për ne. Në kalibrin do të merrni me indianët, me filipinezët, me është një trend që ka filluar tashmë për shumë vitesh, është i kohëve të fundit. Shpresojmë që marrëdhëniet e punësimit në tërësi të rregullohen dhe të eliminojmë ato problematikat për një marrëdhënie punësimi dinjitoze, sepse akoma po flasim për një punë dinjitoze në Shqipëri, jo më për të folur për kushte të mira pune apo orare të reduktuara, ditë të reduktuara pune, paga për një pagë për jetesë të mirë e tjerë. Shpesh herë neglizhohen të drejta themelore, siç është paga minimale në shkallë vendi, orët, kufizimi i orëve të punës javore, ditore, orët shtesë e tjerë. Do të marrim hapa saj problematikat, por në lidhje me një këndvështrim social të ndin, me këtë 1 maj që unë u zgjova sot, harrova për një moment që ishte dita e punëtorëve, edhe shoh Tiranën bosh, trupi në zakonet e tij të përditshme, të përfituara për nxituar për të kapur orarin e transmetimit live, dhe erdha shumë shpejt në punë sepse Tirana ishte bosh, pra duket si ti prish edhe planet, Ti prish edhe planet, e kupton nga një anë më mirë se Tirana ishte më aksesueshme, por e gjithë administrata shtetërore ose sektori privat është punë, sot ishte pushim. Tani e kemi harruar në fakt se çfarë duhet të jetë 1 maj, pra edhe pse ankohemi që drejtat e punëtorëve janë çdo ditë më pak, po ndërkohë ne nuk e ngrejmë zërin. Po, ndërkohë bëjmë pushim. Dhe në fakt siç e kam lexuar dhe dëgjuar shpesh, bëjmë luftra, bëjmë protesta për të arritur një ditë pushim. Po, një miku im më dërgoi një mesazh dhe më tha nami në aeroportin Tiranës që dje ka nisur. Udhsojnë se vjen në Itali këtu afër, e kupton, me avion, edhe vin të dielën pastaj. Udhtohet me shpresën e mirë që do të kemi kushte më të mira në kthim. Kështu që mendoj se kjo është problematika që do duhet në përditshmëri të angazhohen të dyja palët në marrëdhënie punësimi për të dhënë më të mirën e tyre në mënyrë që të kemi rritje të cilësisë dhe rritje të dinjitetit në punë. Në fundit akoma po flasim për këto le të themi nevojat bazike që do duhet të ketë në një marrëdhënie punësimi. Dhe kjo nuk mund të bëhet vetëm me neglizhencë atyre problematikave apo me mbylljen e syve për të bërë sikur nuk po shikojmë problemet. Po kush e kërkoi Arber, se pjesa më e madhe besoj kësaj shoqërie punon administrat. Në mos punon administrat, një person i familjes është administrat, pra. Se këtu nisim me atë. Shikoj, marrëdhënia e punësimit është një marrëdhënie kontraktuale dypalçe dhe me patjetër që është një bisedë midis atij që të jep punën dhe atij që punon. Në administrat shpesh herë është pak edhe e çuditshme në Shqipëri, sepse ka qenë administrat, kushtet e punës në administrat ato që kanë shtyr sektorin privat për të përmirësuar kushtet e punës. Gjithë rritjen e nivelet të pagave, të paktën në 2 vitet e fundit e kanë iniciuar pikërisht ato rritje të pagave në administratën, dhe sektori privat për të qëndruar në të njëjtat nivele është detyruar për të rishikuar pagat dhe për të mundësuar që dhe sektori privat të ketë hapësira në tregun e punës për të mbyllur nevojat e saj. Pra është paradokse në Shqipëri, sepse duhet ishte e kundërta, duhet që sektori privat të nxiste sektorin publik dhe kërkesa të kthehej nga dëshira e madhe për të punuar në shtet për të punuar në privat. Ndërsa këtu në sektorin privat shihet si një armiqësi midis palësh, pra nuk shkon më njëri në punë me qef, me dëshirë për të punuar, me angazhim të plot për të punuar, por shkojmë vetëm për të konsumuar atë orarin e punës, të punës dhe për të marrë atë rrogën fikse në fund të muajit. Dhe kjo është problematik për sipërmarrjen, sepse nuk mundet që të
le të themi stimuloj. Po pra, se duket sikur është vetëm problematik për sektorin e të punësuarve, po kjo ndikon. Jo, absolutisht. Jemi ndër vendet me performancë më të ulët në punë. Pra, ka statistika që e tregojnë pikërisht, dhe ne vazhdojmë rrisim pagat, por ndërkohë performanca nuk ka rritje dhe kjo është totalisht në çfarë duhet bërë për këtë? Kosto në problematik për sipërmarrjen sepse po ofron një produkt që po del jashtë tregut, nuk është më konkurrues. Po çfarë duhet bëjmë? Pra, se duket sikur shqiptarëve ka ikur dëshira për të punuar. Çfarë duhet bëjmë për të rrethur këtë dëshirë? Do duhet që të shikohen të palët të ulën në tryezë, të shikohen çfarë nevojash ka realisht njëra palë dhe çfarë kërkesash ka pala tjetër, sepse shpesh herë vetëm po kërkojmë, por nuk po dim të japim mbrapsht atë çfarë duhet të jepet jo vetëm në marrëdhënie punësimi, por po krijohet një problem social në tërësi në Shqipëri. Dhe do duhet që performanca mos të matet më vetëm ato orë të punës që konsumohen në zyrë, në studio, në ambientet e punës, por do duhet që realisht të shikohet kush jep dhe kush mund të kërkoj për të rritur pagat. Pra, mos të ecim a priori vetëm me rritje paga thjesht për të mbajtur atë numrin e nevojshëm të punëtorëve, por do duhet që të ketë statistika, do duhet që të ketë edhe stimuj, bonus, një mënyrë tjetër vlerësime të performancës së punonjësit për ta bërë atë realisht të ndihet le të themi i stimuluar, por dhe i duhur për të punuar në atë kompani. Ndërkohë realiteti tjetër është që për cilën të flasim pas një shkëputje marketingu, është që erdhi dita që në një restorant të Tiranës apo të Jugut ti shkon për të porositur dhe kamarieri të thotë hello, sepse nuk është më shqiptar, por është gjysmë të keq, ndoshta do duhet mësojmë dhe indisht apo gjuhë të tjera. Imagjino në vendin tënd të detyrohesh të mësosh gjuhën indiane apo gjuhën filipine për të porositur. Drejt për drejt në ritme latine, fiks për të përshëndetur të gjithë ato që janë pushim sot, kryesisht administratën shtetërore që i ka hipur makinës dhe është nisur drejt Bregdetit shqiptar. Ndërkohë ne vazhdojmë të jemi në studio me Arber Xhihani, ekspert punësimi. Arber, nëse duhet ta ngrinim zërin sot për të drejtat e punëtorëve, por jo vetëm, cilat janë ato më emergjentet? Në fakt, sot po shikoja një post nga organizata botërore e punës, ishte orët mesatare javore të cilët punoheshin në Europë. Dhe fillonin nga 38 orë dhe uleshin deri në 32 orë mesatarisht në javë. Mendoj se jemi akoma një shoqëri që kemi orë shumë të larta pune gjatë javës, sidomos në sektorin privat, dhe mendoj se kjo është një ndër problematikat kryesore që duhet zgjidhur, sepse kjo jo vetëm krijon problematik në pagesa më të ulta, problematika më pas edhe për sa i përket performancës së punonjësve në ambientin e punës, sepse lodhja eksesive është ndikon negativisht pastaj në performancën e tyre. Dhe humb dhe dëshirën për të qenë në punë, sepse kthehet në një monotoni. Gjithashtu jemi akoma një shoqëri që në nivele statistikash kemi numër të madh aksidentesh në punë me raste fatalitete në raport me numrin total të aksidenteve, dhe kjo vjen sepse ato aksidentet e lehta shpesh neglizhohen, por më pas duke mos pasur procese apo procedura për ndjekjen dhe për mejanimin e atyre sjelljeve të cilët sollen këto aksidentet e vogla, vinë aksidentet e mëdha dhe më pas vinë dhe aksidentet me fatalitete. Pra do duhet të kthehet në një kulturë ndjekja e problematikave dhe proceseve të brendshme të cilët ndikojnë në aksidente të punëtorëve. Po, kemi disa sektorë që kanë një rrezik shumë të lartë për sa i përket aksidenteve në punë, ato do duhet me patjetër të ndërtimi është një ndër to. Në 2025 në statistika tregojnë mbi 65 milion lekë të reja gjoba të cilët janë paguar nga subjektet, dhe ndërkohë nëse do të ndaheshin në fushata sensibilizuese apo dhe trajnuese të punonjësve, me siguri nga 48 aksidente me fatalitet në 2025-ën, por të mos thënë do të përgjysmoheshin, po do të ishin shumë më pak se sa ai numër. Pra do të ishin jetë të shpëtuar në fund të fundit. Më pas kemi problematik organizimi. Mendoj se punonjësit që të dëgjojnë, që të realisht të dëgjojnë problemet e tyre, pra mos kemi këto, le të themi, llafet lart e poshtë që pikërisht anonime, do duhet që të grupohen për të adresuar ato në veshjen e duhur dhe të gjenë zgjidhjen e duhur. Nëse do të flasim individualisht, atëherë asnjëherë nuk do të ketë një arritje të zgjidhjes së problemit.
Kemi sektor edhe media është një ndër sektorët që ka ankesa në numër shumë të lartë, por kjo ndikon edhe për faktin se ekziston kultura, pra janë le të themi punonjës të cilët kanë një informacion më të zgjeruar se sa punonjës të tjerë dhe e kanë aksesin për të ngritur ankesa. Dhe shpesh herë kjo i mungon punonjësve të tjerë, aksesi për të diskutuar, për të shfaqur problemet e tyre dhe më pas për të pritur marrjen e zgjedhjes. Ndërkohë ne edhe pse jemi në 2026, ne duket se kemi avancuar, duket se në shoqërinë shqiptare, në sektorin privat kemi ende njerëz të pasiguruar. Është një luftë që Rama e ka marrë dhe përsipër si të themi edhe personalisht, i cili vazhdon bën fushata për të siguruar ai që këto kemi fushata, kemi mira punonjës të ri që regjistrohen për parë në sistem apo që për para po marrin pagat të përgjysmuara. Vazhdon të jetë ende një problem me atë kjo? Në 2025 po ka qenë një problem dhe statistikat tregojnë qartë që sa herë kemi fushata të cilët ka kontrolle të zgjeruar apo sa herë kemi edhe rritje të pagës minimale në tërësi. Pra paga minimale tregon që tashmë tregu realisht e ka suportuar atë rritje. Dhe ajo bëhet vetëm për efekt deklarimesh. Pra kemi ato informalitetin ngrit. I duket normale të marrin lek në dorë? Mendoj në bazë të diskutimeve që shpesh herë bëjmë me punonjësit, shpesh herë e favorizojnë, pasi ndoshta në atë kohën e shpejti garantojnë një të ardhur pak më të lartë, por harrojnë që vjen shpejt mosha e pensionit dhe më pas do duhet që të kërkojnë të ardhur alternative për të jetuar. Shto këtu kërkesën për të marrë një shtëpi me kredi, për blerë një makinë, pra ti nëse nuk ke siguracione të duhura. Këto janë nëse vërtet dhe normalisht janë dhe disa të drejta të tjera të munguara. Kemi raporte të cilët nuk paguhen siç duhet, kemi në rast pavësie në punë pagesa më të ulta, pra janë problematika që vinë zinxhir, por shpesh herë neglizhohen dhe nuk vlerësohen nga punonjësit. Qartë. Kemi ne të dhëna zyrtare se sa të huaj kanë ardhur së fundmi në Shqipëri për të punuar, siç janë filipinezët, indianët, apo vetëm në 2025 janë mbi 17.000. 17.000. Po, që kanë ardhur. Janë diku rreth 27.000 të huaj që punojnë në Shqipëri. Po besoj kryesisht në sektorin e turizmit. 5 muajt e parë, sa i bie 4 muajt e parë të 2026 do të shtuar, se kam parë që ka një ndryshim në jug, isha një fundjavë në këto vende që ishin hapur, pothuajse të gjithë pothuajse 80% stafit ishin filipinez. Ardhjet e punonjësve të huaj tregojnë që ka një nevojë ekstreme, sidomos sektori i turizmit për punonjës, dhe kjo ka çuar edhe në lëvizje ndërshtetërore. Kemi pasur takime të profesorëve të Shqipërisë në Filipine për të lehtësuar ato procedurat e transferimit të punonjësve të huaj, dhe me informacionet e fundit ka dhe lehtësim të procedurave për të marrë leje së qëndrimit dhe leje të punës, pra janë shkurtuar në 1 muaj nga 3 muaj që kanë qenë. Dhe kjo lehtëson dhe ato lëvizjen shpeshherë jo me kontrata të përhershme apo afatgjata, por dhe me kontrata të përkohshme, sepse ka nevojë edhe për punonjës sezonal. Dhe kjo do të mundsojë që të punonjës të huaj të vinë të punojnë gjatë sezonit të verës dhe të rikthehen. E çfarë efekte shkak kjo për ne si shoqëri, në qoftë në aspektin social, në atë ekonomik? Në pikpamjen ekonomike është një suport. Lekët nuk përshkojnë pra në Shqipëri, se nuk besoj që një filipinez do marrë rrogën dhe do bëjë. Jo, rroga pothuajse është e paprekshme në Shqipëri. Por të paktën është një mundësi vazhdimi të shërbimit të punës sipërmarrë, sepse në të kundërt do të kishim një krizë tregu pune. Kolaps. Nuk gjenden më, nuk kam shqiptarë të cilët disa punë të cilat kryeshin më herët nga to konsideron tashmë jo dinjitoze apo jo të denja për të vazhduar për të punuar kamarier, banakier apo qoftë edhe sanitar në njësi akomoduese në hotele apo pra, nuk është vetëm dëshirë e biznesmenëve për të marrë të huaj, se janë më rehat. Madje unë dëgjova një biznesmen. Realisht dëshira do të ishte për të marrë shqiptar, sepse të marrësh të huaj nuk është e lehtë, absolutisht. Dhe nuk është as ekonomike, sepse shpesh herë ngatrohet me faktin që të marrësh ekonomike, sepse i paguajnë hotelin, rroga mund të jetë më ulët, po i paguajnë hotelin, i paguajnë të ngrënit dhe kanë detyrimin për biletën e të gjitha. Një miku im po mankoi, tha që nuk e kanë shkathësinë e shqiptarëve. Sado mund të jenë është vështirësia e komunikimit, nuk është e lehtë. Shkathësia e një çuni shqiptar kamarier që është gjendur nuk e kanë, janë më të ngatët. Shiko, të shkosh nga një vend në një vend të huaj, sa të ambientohesh, do të kalojnë 3-4 muaj, mbaroj sezoni.
Pra, janë shumë vështirësi të cilët nuk e bëjnë të favorshëm marrjen e një punonjësi të huaj. Por kur ti përballesh me pamundësinë për të vazhduar aktivitetin ekonomik apo për të marrë një punonjës të huaj, me patjetër që çdo sipërmarrje zgjidh këtë të dy. Tani me të vërtetë ne dim, kemi statistika tashmë zyrtare që ka një shpopullim të Shqipërisë, pra njerëz që po ikin çdo ditë më shumë, po largohen nga ky vend, por nuk mund të themi që nuk ka fare, pra të rinj që rrinë në kafene, në skutera elektrik, tupi ndonjë gjë nga liçeni apo të komentojnë në Instagram ka. Por zgjedhin të mos punojnë. Arsye pse zgjedhin të mos punojnë do t'i komentojmë pas një hapësire të shkurtër marketingu. West Side Family featuring Vesa Smolica Gënjeve, rikthehen sërish në transmetim të drejtë për drejtë, sigurisht duke e përshëndetur dhe respektuar gjithmonë administratën shtetërore që sot është pushim. Dhe kanë marrë të gjithë makinën për t'ikur në juga, në fshata, disa avionin për t'ikur. Nuk është e lehtë se trafik do kalohet koha më e madhe. Kështu që do jenë duke dëgjuar Top Radio, ka një anë të mirë. E lam të kjo përpara se shkëputemi arbër, pse disa profesione ne si shoqëri po i përbuzim, pra nuk po i zgjedhim më të punojmë kamarier, të bëjmë sanitare, ndërkohë që kur kemi emigruar, kemi bërë punët më të rëndomta, e kupton, për të sjellë sa lek në vendin ton. Mendoj se është një problem social më tepër se sa një problem. Po, sigurisht patjetër social. Po në një marrëdhënie punësimi, sepse ka kaluar shoqëria nga një shoqëri që ankohen për rroga, Shiko, niveli 1.3 milion, 1.5 milion rroga kamariet në jug nuk është pak, pa llogaritur që 4-5 milion lekë mund të shkojnë bakshishët në muaj, që në Tiranë, në një punë normale nuk i merr dot. Pikërisht. Por ama ka dhe mënyra alternative për të fituar më shpejt ndoshta këtë pagesë dhe shpesh herë të rinjtë sotëm po drejtohen drejt fitimit imediat dhe sa më të shpejt. Pra nuk mendojnë më për karrierë, nuk mendojnë më për të nisur një profesion apo për të vazhduar më pas atë, le të themi, rrugtimin profesional, por mendojnë vetëm tek të ardhurat. Dhe kjo po e kthen problematike. Gjithashtu po kërkohet vetëm të drejta, por po neglizhohen totalisht detyrimet që janë në një marrëdhënie punësimi dhe nëse secila palë shmang detyrimet e veta, atëherë është simbioza ajo pastaj, kështu që do kemi vetëm pakënaqësi në një ambient. Çfarë do të ndryshojë urgjent në tregun e punës në Shqipëri për të mos pasur nevoja kolosale në të ardhmen? Mendoj se do duhet që së pari të përcaktojmë cilë sektor ekonomie janë, le të themi, esencial për ekonominë shqiptare, pra të mos bazohemi vetëm në turizëm, do duhet të organizojmë sektorë të tjerë që është bujqësia, pra të stimulohet qoftë në ndihmë financiare, qoftë në organizim, qoftë në edhe informacion, sepse edhe informacioni mungon totalisht. Në shatra s'ka më njerëz, besoj di si informacion. Nuk ka, sepse nuk ka më mundësi. Pra, ti po punove në bujqësi, nuk ke se çfarë do të marrësh. Ta them nga eksperienca. Personalisht kam bërë audite në veriu në Itali dhe jam çuditur kur në toka në bujqësi punonin disa breza, pra ishte gjyshi dikur në Shqipëri para fëmia dhe ishin të lumtur që punonin, pra kishin infrastrukturën, kishin le të themi makineri moderne dhe kishin rikthimin ekonomik të duhur që e bën të mundur që të investosh në atë sektor. Po para disa vitesh në Shqipëri është shumë e frikshme kjo, paradoksale, ironike, nuk di si të duash quaje, njerëzit ziheshin për tokën. Tani janë tokat krejt bosh, pra s'po i plas më kujt as ti mbjelli. Po vetëm për rripet e Bregdetit tani. Tani është tjetër muhabet, po tokë më vjen. Kjo thua ti që duhet të kuptojmë çfarë ka më shumë prioritet në ekonominë shqiptare, pra mos fokusohemi vetëm tek turizmi dhe për të rregulluar marrëdhëniet kontraktuale. Si mund ta motivojmë këtë brez, këtë shoqëri për të punuar më shumë? Kush e ka këtë përgjegjësi? Po duhet fillojë që nga shkollat. Brezi nëse është rritur, nëse ka marrë atë, le të themi, informacionin e gabuar nga rrjetet sociale, edhe nga disa zhvillime të shoqërisë, atëherë bëhet shpeshherë pamundur për t'i kthyer mendjen, por duhet të vazhdojmë nga shkollat për t'i stimuluar që së pari ata të investohen atë që realisht duan, të investohen atë që realisht kanë mundësi për të zhvilluar dhe të investohen aty ku dhe ka nevojë. Pra, mos t'i drejtojmë gjithë të rinj që të shkojnë në universitetet, mos t'i drejtojmë gjithë të rinj edhe të bëhen hidraulik, se nuk do bëhen gjithë hidraulik. Duhet të kemi edhe profesione të tjera, përndryshe do të kemi një bipopullim dhe
në disa sektorë dhe ndërkohë do kemi krizë dhe do detyrohemi të rimarrim sërish të uhuar. Mora një ditë, kisha këto nga problemet e Bravos që harron Chelsea brenda e kështu, disa lekë morë e zotëria për 10 minuta punë 50.000 lekë. E thash ky 10 dyert të hapi në ditë 500 euro. Pra çfarë bën zanati, pra sepse nuk ka më njerëz që punojnë. Ta përmendim dhe Berberin. Përfash pak më herët, sot ishi pushim Berberës. Berberës sot pushim, po ka shkuar një qetur 20.000 lekë. Po, dhe kjo ja mundson që ta bëjmë pushim dhe sot. 10 qetura në ditë, pra i bie minimalisht 200.000 lekë në ditë që është mirë, pra. Ka profesione që po mbizotërojnë në çështje ekonomike, kush di ti bëj. Po, por kjo nuk është se vjen dhe kështu vetvetiv, do duhet dhe ai të investohet, ta marrë këtë profesion, ta zotrojë dhe më pas ta vënë në funksion, sepse shpesh herë të rinj qëndrojnë në kafenet, presin që e mira të bjerë nga lart apo të mbinë nga kafeneja dhe vetëm flasin. Komentojnë zbritjen e Nasës në hënë, a ishte vërtet apo jo. Ndërkohë, ky importi i fuqisë punëtore nga jashtë, siç e diskutuam pak më parë, Filipinezë, Indian, a është zgjidhje afatgjate? Mendoj se do të jetë e vazhdueshme. Tashmë jemi në një shoqëri që ka hapur dyert, le të themi. Duhet ta pranojmë si fakt. Për punonjësit e huaj dhe nuk mendoj se përveç se në një të ardhmë shumë të shpejt do të kemi një shtim të paimagjinueshëm të popullsisë dhe të lindjeve në Shqipëri, të cilët do të garantojnë më pas fuqi punëtore. Statistikat tregojnë që fuqia punëtore gjithmonë ne mund të themi që jemi në një krizë të fuqisë punëtore. Jemi në një krizë të fuqisë punëtore. Mund ta pranojmë këtë. E patjetër që e pranojmë. Dhe kjo tregojnë shifrat e frikshme të cilët po rriten ardhja e punëtorëve të huaj në Shqipëri. Ndërkohë, sipas asaj që ti percepton rrjetet sociale, sa rol luajnë në këtë idenë të bërit punë më të bukura, punë më pak për të fituar më shumë me gjëra të tjera, kanë ato ndikimin e vet? Rinia vetëm në rrjetet sociale po e kalon kohën sot. Për fat keq dhe shkollat tashmë po e zhvillojnë teknologjinë dhe po japin akoma më tepër akses që në bankat e shkollës fëmijëve dhe po i përgatisin për teknologjinë dhe kjo çon në një le të themi problematik aksesit të shumë informacioneve që shpeshherë nuk janë dhe informacione reale, pra kemi informacione fake të cilët i paraqesin atyre një realitet fake, një fitim fake, pra shfaqet një jetë e cila nuk mund të suportohet nëse nuk ka një mënyrë alternative marrjes të të ardhurave, përkundrazi do duhet që të limitohet kjo, pra, të limitohet tek të rinj dhe të tregohen më tepër le të themi shembuj pozitiv. Në fakt dua të përgëzoj edhe një program që kishe publikuar dhe ti më herët nga Kristi Gonga, po Pateka. Është një emision që realisht do duhet që në thelb të tregoj, pra të mira dhe të këqija të çdo marrëdhënie punësimi dhe të shfaqë një realitet i cili ndodhet në Shqipëri. Pra mos kemi vetëm ato shfaqjet e realitetit që këtu jetohet në jate, këtu jetohet në luks, këtu jetohet në vetëm në ditë me diell, ka dhe ditë me shi. Ka ditë me shi, po ka shumë ditë me shi, kam përshtypjen. Po flasim për shiun e vërtetë, po flasim për ato ditët që këtu është, duket se çdo ditë është jo për të qenë pesimist, por duket se po shkon, ndoshta jo në rrjedhën e dur. Me këtë brezë po rritet me këtë rini që dëshira për të punuar, ma ti besoj ke parë këto memet në rrjetet sociale që i bën me Gen Z, pra kur pronari e prori i bën një kërkesë llogarie, një punonjës nga Gen Z, ai thot direkt unë do lë punën. Pra duket sikur nuk ka më as përgjegjësi në lidhje me kontratat, me përgjegjësinë për vendin e punës, e lën sot për nesër. Absolutisht, dhe kjo është çfarë thash më herët, nëse do të humbim detyrimet që ka marrëdhënia e punësimit, atëherë nuk do të kemi asnjëherë dhe të drejtat që na garanton marrëdhënia e punësimit. Është, siç e thënë ti, simbiozë, do duhet me patjetër të japësh për të marrë diçka mbrapsht. Me që jemi në fund, çfarë ndjen të rëndësishme për të thënë qoftë për institucione, qoftë për shoqërinë, qoftë për ato që drejtojnë një biznes, për ta rregulluar këtë efekt zinxhir, pra nga për ato që rregullojnë një biznes do duhet me patjetër të investohen në burime njerëzore. Pra nuk është më kosto, por është një investim. Çdo kapital financiar që investohet ekziston në Shqipëri kultura burime njerëzore më saktë pozicioni se çfarë bëjnë burime njerëzore. Është pothuajse inekzistente, sepse e kemi vetëm në disa korporata apo organizata të cilët kryesisht janë me pronësi të huaj, pra janë pjesë e një grupi të madh dhe
janë disa detyrime ligjore europiane të cilët ja detyrojnë për të kaluar këto sisteme menaxhimi dhe në Shqipëri, ndërsa kompanitë me kapital shqiptar kryesisht i shmangin këtyre detyrimeve dhe harrojnë që çdo investim më pas do të rikthehet në një fitim të mundshëm dhe kjo është ajo çfarë unë sugjeroj që të investohen në burime njerëzore. Pra nuk është më thjesht rritja e pagës apo garantimi i një të drejtë të shpejtë të punonjësit, por do duhet që të investohen dhe të ketë një marrëdhënie më të shëndetshme me to. Qartë. Për ato që janë në sektorin e të punësuarve. Ata që janë në sektorin e punësuarve do duhet që të mos llastohen. Siç e thash edhe më herët, kemi filluar të llastojmë fëmijët, por tashmë ato fëmijët po rriten, pra po krijojnë një shoqëri të llastuar. Po japin pasojat. Po kthehet në një bumerang, është bumerang. Imagjino të punësosh një Gen Z, sot është duket se gati e pamundur. Albert, falenderoj shumë që zgjodhet të vije në program sot në 1 maj. Në Tiranë nuk ka asnjë aktivitet besoj por që ndor nga dita e pushimit sot për ta shfrytzuar këtu. Nuk e di, a ka ndonjë aktivitet në Tiranë për kërkimin të drejtë të punëtorëve? Ishte një protestë, por për të cilën nuk kisha dëgjuar dhe ishte një protestë organizuar nga një sindikat dhe kjo më vjen keq sepse sindikatat nuk duhet vetëm të protestojnë në 1 maj. Duhet të jetë një punë e përditshme, duhet të jetë një grumbullim i përditshëm për të pasur interes. Janë të lodhur janë interesat e tjerë, nuk Shumë interesante. Faleminderit edhe një herë që ishin në program. Të uroj një të premte e fundjavë të bukur në vazhdim. Ndërkohë Wizi për ta mbyllur bukur, për të përshëndetur administratën shtetërore që sot vazhdon ta ketë pushim deri të dielën. Me çfarë përshëndesim apo s'kemi kohë? Ecim me reklama se kemi shumë punë në marketing dhe ne do të ridëgjojmë të hënën. Deri atëherë, bëfshit qef.